Raportuesi i Parlamentit Evropian për mashininë e veriut eurodeputeti Thomas Vajc, sot para Komiteti për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian, prezantoi draft raportin vjetor për përparimin e vendit, në të cilin paralajmëron se procesi eurointegrues ka ngecur dhe kërkon rezultate konkrete nga aktorët politik. Në draft raport të thuhet se pavarësisht disa reformave pozitive, përparimin në fushat kyçe si sundimi i ligjit, reformat në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit është i pamjaftueshëm. Si arsye përmendet të fushatat zgjedhore, kapacitetet e kufizuara administrative dhe mungesa për kushtimit të afatgjat politik. Pavarësisht disa zhvillimeve pozitive, përparimi në agjendën reformuese të lidhur me BE në fushat kyçe, si sundimi i ligjit, reforma në gjyqësor dhe lufta kundër korrupsionit, mbetet i pamjaftueshëm. Avancimi i reformave në fushën e sundimit të ligjit nuk është vetëm thelbësor për afrimin drejt antarësimit në BE, por është gjithashtu kyç për forcimin e institucioneve demokratike. Vajc e thekson se nuk ka përparim as në ndryshimet kushtetuese për shkak të frikës nga bllokadat të reja bilaterale dhe bën thirrje për rritje të vullnetit politike dhe tejkalimin e ngërçit. Ai nënvizon se procesi i antarësimit mbetet i bazuar në merite dhe se qeveria dhe aktorët politik duhet të japin rezultate të prekshme dhe bindëse pa vonesa të mëtejshme. Në raport të theksohet edhe nevoja për më shumë liri dhe pavarësi të mediave, luftë kundër dezinformimit dhe përfshirje më të fuqishme të shoqërisë civile në proceset e reformuese. Në të bëhet e thirrje për përkushtimin e vazhdueshëm ndaj dialogut dhe bashkëpunimit me vendet fqinje, përshëndetet e përparimin në ndërtimin e korridorëve 8 dhe 10, por theksohet nevoja për më shumë investime në transport, infrastrukturë energjetike dhe legjislacionin për mjedisin. Ky është raporti i dytë i Vajcit për mashininë e veriut dhe është përgatitur si pjesë e paketës së zgjerimit të Komisionit Evropian për vitin 2025.